Poetja e mirënjohur Elmira Rama e vlerësuar me shumë çmime letrare brenda dhe jashtë vendit, në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, rrëfeu se frymëzimi për krijimtarinë e saj buron nga vetë jeta dhe përjetimet që e kanë shoqëruar ndër vite. Ajo u shpreh se gëzimet, hidhërimet, zhgënjimet, sfidat dhe arritjet janë ndërthurë në rrugëtimin e saj jetësor, duke lënë gjurmë të pashlyeshme që më pas janë shndërruar në poezi. Sipas saj, çdo përjetim mbart një histori dhe një emocion që gjen vend në vargjet e saj. Poetja theksoi se dhimbja ka qenë një nga burimet më të fuqishme të frymëzimit, duke sjellë në jetë disa prej poezive të saj më të vlerësuara. Ajo nënvizoi se poezia është pasqyra më e ndjeshme e shpirtit njerëzor dhe mënyra më e sinqertë për të përjetësuar emocione dhe reflektime mbi jetën. Me një krijimtari të pasur dhe një sër vlerësimesh në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, Elmira Rama vazhdon të japë një kontribut të çmuar në letërsinë bashkëkohore shqiptare. Poezia shpesh lind nga përjetime të thella. Cilat janë burimet kryesore të frymëzimit tuaj dhe si shndrohen ato në vargje? Së pari dua të falenderoj televizionin Apollon që her pas here krijon këtë mundësi të veçantë për të folur mbi krijimtarinë letrare. Burimi i poezive të mia, ndoshta ashtu si edhe për shumë të tjerë, është vetë jeta ime, është fati im, që nuk është i rënë nga qielli, por sidoqoftë jeta e njeriut është e ndërthurur me gëzime, me hidhërime, me arritje, me zhgënjime, të cilat lënë gjurmë në udhëtimin e jetës. Unë dua ta theksoj se kryesisht dhimbja është burimi i disa prej poezive të mia më të vlerësuara. Përkthimi i emocioneve në vargje për mua është një proces alkimie që fillon me një gjendje emocionale kaotike e cila ka nevojë të çlirohet dhe e gjen rrugën përmes figurave letrare. Në momentin që ka ndodhur shndrimi i emocionit në vargje, atëherë ai nuk është më një peshë shpirtërore të cilën unë dua ta lehtësoj, por bëhet ndërgjegje dhe vëmendja ime pastaj është tek estetika e poezisë, tek mesazhi që dua të përcjell tek lexuesi, pasi jam e ndërgjegjshme që përjetimi im nuk është më personal, por është universal. Në një kohë kur teknologjia dhe rrjetet sociale po ndryshojnë mënyrën e komunikimit, çfarë vendi mendon se zë poezia në jetën e njerëzve, veçanërisht tek të rinjt janë të lidhur shumë me rrjetet sociale? Atëherë, unë mendoj se rrjetet sociale dhe teknologjia, për sa i përket poezisë, kanë krijuar lehtësi, qoftë në leximin e saj, qoftë në shpërndarjen e saj. Fal rrjeteve sociale, tashmë poezia nuk i përket më vetëm një grupi të kualifikuar njerëzish, por ajo lexohet nga të gjithë, trajton tematika të ndryshme. Çdo kush mund ta gjej veten në një poezi në bazë të gjendjes së tij emocionale dhe në bazë të nivelit të tij kulturor, pavarësisht pastaj se cilësia e poezive lë për të dëshiruar, por kjo gjë i përket kritikëve letrar. Për vetë natyrën e saj, poezia është e shkurtër, kërkon një kohë të pakët për tu lexuar, gjë që i përgjigjet ritmit të jetës bashkëkohore dhe veçanërisht jetës së të rinjve, të cilët kanë prirje për ta perceptuar, për ta përvetësuar sa më shpejt përmbajtjen e asaj çfarë ata lexojnë. Kështu që unë mendoj që poezia ka një rol të rëndësishëm në jetën e njerëzve, veçanërisht tek të rinjt, ajo zhvillon empatinë, nxit komunikimin, nxit reflektimin ndaj vetes, ndaj fenomeneve të jetës. Çfarë mesazhi do të dëshironi të përcjellni përmes krijimtarisë suaj dhe cili është projekti letrar që po ju angazhon aktualisht? Unë do ta filloj duke u përgjigjur pjesës së dytë të pyetjes. Së fundmi jam e ftuar në një festival poetik që organizohet nga komuna e Montegiordanos në Kalabria të Italisë në bashkëpunim me shtëpinë botuese Aleti Editore. Padyshim që jam ndjer e vlerësuar me këtë ftesë dhe pavarësisht faktit që e kam të pamundur prezencën fizikisht në këtë festival, Përse? Për arsye shëndetësore,
është kënaqësi dhe çmoj faktin që poezitë e mia do të lexohen në një gjuhë tjetër dhe në një ambient me një kulturë tjetër. Për sa i përket mesazhit që unë dua të përcjell nëpërmjet gjithë krijimtarisë poetike, ai lidhet me besimin që unë kam tek vlera e njeriut, tek forca e marrëdhënieve njerëzore. Unë mendoj se asgjë dhe askush më shumë se sa njeriu për njeriun nuk mund të jetë burim i shpresës e njëkohësisht edhe burimi i dhimbjes. Ndaj mesazhi im është shumë i thjeshtë. Nëse nuk mundemi ta ndihmojmë njëri tjetrin, të paktën të mos e lëndojmë. Faleminderit shumë me mesazhet.